Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri Edi Rama thekson rëndësinë e procesit integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në takimin e dytë të nivelit të lartë Shqipëria 2030 në B, rruga reformave, shefi i qeverisë shqiptare buri në duke se tani e kuptojnë më shumë se kurrë se Bashkimi Evropian është një perimetër sigurie që garanton lirinë individuale dhe barazinë përpara ligjit. Bashkimi Evropian nuk ka qenë më popullor brenda perimetrit vet në këndvështrimin e popujve të vet sesa aktualisht. Janë vetëdijsuar se Bashkimi Evropian është edhe një perimetër sigurie. Për Shqipërinë, sipas Ramës, qëllimi kryesor i integrimit mbetet heqja e ndikimeve historike dhe siguria e lirisë dhe barazisë për qytetarët. Ish ministri i punëve të jashtme, njerëz dhe nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, reagon pas tarifave të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Sipas ish ministrit të jashtëm, vendi është vendosur një kategori me Serbinë dhe Kinën. Shqipëria dhe Kosova do të përballet me vetëm 10% tarif, Kroacia dhe gjithë Bashkimi Evropian me 20%, Maqedonia, Serbia, Kina me tarifa drastike 33 deri në 37%. Maqedonia është futur në të njëjtën kategori me Serbinë dhe Kinën, vende që tradicionalisht përballen me barierat e larta tregtare, shkruan Bujar Osmani. Bashkimi Evropian është interesuar për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, qoftë përmes dialogut apo ndonjë instrumenti tjetër. Apeli vjen nga shefja për politikë jashtme e Bashkimit Evropian. Në intervistë për Radion Europa Lir, Kaja Kallas tha se është e gatshme ta shqyrtojë këtë çështje, do ta bëjë këtë së bashku me përfaqësuesin e posaçëm në ditën e vijim. Kallas foli po ashtu për ndikimin e mundshëm të luftës tregtare mes BE-s dhe SHBA-s, si dhe për mundësinë e një armëpushimi në Ukrainë, duke theksuar nevojën për përfshirjen e Europës në çdo negociat për këtë çështje. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Kosovës vjon përpjekjet për konfirmimin e aleancave me synim krijimin e kabinetit të ri qeveritar. Pas takimit me kryeministrin e detyrë, kryetaria e Partisë Unioni Social Demokrat, Dude Balja, njoftoi mbi kërkesat e bosnjakëve për të bërë pjesë e qeverisjes. Për kërkesa unë fola disa herë, domethënë është komuna e bosnjakëve, është reforma në arsim, edhe domethënë tretmani barabartë me krejt domethënë deputet që kanë një vot brenda kuvendit. Tha kryetaria e Partisë Unioni Social Demokrat. Kryetari i Partisë Liberale Egjiptiane, Beton Berisha, pas takimit me kryeministrin Albin Kurti për formimin e qeverisë së re, tha se nuk ka vija të kuqe me askënd në Kosovë. Beton Berisha informoi se shpalosi para Kurtit programin dhe kërkesat e komunitetit egjiptian. Ne në parim nuk kemi asnjë vit kuqe me askënd. Në këtë rast flasim me kryeministrin Kurti, po me askënd në Kosovë. Edhe normalisht që ne i patëm kërkesat tona, edhe kërkuam që me thonë nëse hymë në qeveri, me pas mundësi që me ndiku në politikat qeveritare që me ndryshu. Domethënë me marrë përgjegjësi, e dorëzuam një program partisë që na kemi pas gjatë fushatës që janë nevojat komunitetit dhe ka mbet ditëve në vijim që me pas takime prapë. Kryetari i Partisë së Romëve të Bashkuar të Kosovës, Albert Kinolli, tha se në takim me kryeministrin Albin Kurti u diskutua për formimin e qeverisë së re. Sipas Kinollit, partia e tij nuk ka vija të kuqe, por duke respektuar rezultatin. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.